Një dita unë dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin atit ton qellor, se unë erdha në kishë sepse nëna ime më bënte ftesën që t'i afrohesha Perëndisë, që të njihja atë Perëndi të gjallë e të fuqishëm, të cilin ajo e kishte kërkuar dhe gjetur. Duke qenë se nëna ime insistonte që unë të vija në kishë, unë pranova ftesën. Atëherë, kur unë erdha në kishë, dukesha tërësisht ndryshe nga se si dukem tani, sepse unë erdha duke pasur pamje femërore. Fizikisht, së jashtëmi isha një grua, sepse fytyra ime, trupi im ishin tërësisht ashtu. Unë pranova ftesën për të shkuar në kishë dhe Zoti më foli për herë të parë në profeci dhe më tha: Biri im, unë të kam sjellë këtu për të bekuar. Dhe unë nuk e kuptoja pse Zoti, pse personi që po profetizonte, thoshte kështu sepse unë së jashtëmi nuk dukesha si burr. Po në atë profeci, Zoti më tha se ai do të më bekonte dhe erdhi momenti në të cilin Zoti u shfaq në jetën time, më lejoi të kaloja një situatë tërësisht ndryshe, sepse unë u sëmura me një sëmundje vdekjeprurse dhe nëpërmjet saj unë njoha dhe pash shfaqjen dhe fuqinë e Perëndisë. Mjekët më thanë se kisha edhe 6 muaj jetë, por Zoti u shfaq në atë situatë dhe më shëroi, më dha fitoren. Unë u ktheva në kishë dhe tani më dukesha totalisht ndryshe sepse kisha prerë flokët dhe Zoti më foli prapë në profeci, më përsëriti të njëjtat fjalë, më tha biri im, më tha se do të më lejonte të shkoja jashtë shtetit, por unë nuk e kuptoja se si do të ndodhte kjo, dhe ndodhi që shkova për të jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse më doli një mundësi e papritur dhe po në këtë kishë Perëndia më tha se unë të kam sjellë për të bekuar, por do të kalosh një moment të vështirë në të cilin askush tjetër nuk do mund të të ndihmoj. Unë vëllezër dhe motra u tremba shumë nga kjo dhe nuk shkova për pak kohë në kishë. Tani kam 1 vit e gjysmë që jam kthyer dhe kur u ktheva Zoti më tha sërish: do kalosh një moment të mundimshëm, por mos u shqetëso sepse Zoti, Perëndia yt, do të jetë me ty në çdo moment. Ti vetëm mu drejto dhe më kërko dhe unë do të mbështes. Zoti më lejoi që të kisha një përjetim shpirtëror sepse më përndoqë në këtë qytet dhe Zoti lejoi të kem këtë përjetim, ndjeva sikur zbrita poshtë në një vend të errët dhe në ato momente dëgjoja zërin e motrës Maria Luisa që këndonte dhe që më tregonte se si të lutesha Zotit, më thoshte: mos u shqetëso vëlla sepse bijët e Perëndisë askush dhe asgjë nuk i prek. Unë mbetesha i habitur sepse dëgjoja zërin dhe trupi më dridhej. Më thoshte motra Maria Luisa që t'i kërkoja Zotit që të më bënte të padukshëm në atë situatë. Unë nuk kuptoja se si motra më fliste, se si ndjeja dorën e saj që më drejtonte dhe më shpjegonte sikur të ishte ballë për ballë me mua. Por në atë vend të errët, një lloj siç bëjnë fëmijët për prindrit kur duan diçka dhe ja kërkojnë prindërve, edhe kur prindrit janë të zemëruar, kështu isha unë para Perëndisë. I kërkoja që të kishte mëshirë, të kishte dëmshuri për mua. Ai vend errësire ishte shpirtëror, ishte si një pyll në errësirë në të cilin unë i kërkoja Zotit që të më ndihmonte, dhe Zoti nuk më dëgjonte. Unë i thoja: Zot, ma kthe jetën. Zot, shiko, unë kam nevojë për ty. Unë dua të jem me ty, ki mëshirë Zot. Dhe unë e di se Zoti në atë moment më dëgjoi, sepse filloi përsëri zëri i motrës Maria Luisa duke kënduar kore shumë të bukur dhe ndërkohë që ajo këndonte ndjeja pika uji, një fllad uji që binte mbi gojën time, dhe nga kjo trupi, shpirti im gëzohej, sepse trupi im ishte i lodhur. Në atë moment vura re se kisha vdekur sepse arrija të shikoja trupin tim në anën tjetër të hedhur dhe kur u ktheva në jetë, motër Maria Luisa më tha: ky përjetim është që ti të shikosh se kemi një Perëndi të gjallë dhe të fuqishëm që shfaqet vetëm në këtë kishë, në kishën e tij. Dhe se Perëndia më kishte lejuar që të kthehesha në jetë, që t'i tregoja vëllezërve dhe motrave veprën që ai kishte bërë. Ndaj dëshmoj vëllezër dhe motra se Zoti më ka çliruar. Fal Zotit, mund të shkoj çdo ditë në kishë dhe në ditën e pagëzimeve në ujë këtu, edhe aty më vendosën duar dhe u ndjeva se si Zoti më çliroi. Dhe nisa të vija çdo ditë e më shumë në kishë. Zoti në këtë mënyrë më çliroi nga alkooli, nga varësia nga droga, nga të gjitha këto gjëra që nishi im donte.
po ashtu Perëndia më pagëzoi me frymën e tij të shenjtë. Më ka lejuar të kem përjetime shpirtërore shumë të bukura, dhe siç ma thoshte vazhdimisht në profeci, se ai do të më bekonte, tani më ka lejuar që të gëzohem dhe të shijoj shumë momentet në kishë në kultet e adhurimit. Dhe të gjitha këto i dëshmoj për të lartësuar emrin e Atit ton qellor. Zoti po ashtu çuditi mjekët sepse më çliroi plotësisht, sepse tani organet e mi janë të shëruar dhe tani jam i lumtur. Dhe për të gjitha këto i jap nderin dhe lavdin Atit ton qellor.